Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku jemi sot përsëri në podcasti Iliris Okult, ku sot do të flasim për një temë që është shumë e njohur për shumicën e njerëzve që lexojnë literaturë, sidomos bëhet fjalë për ata që janë marrë me librat e shkrimtarit tashmë shumë të njohur, i cili ka ndruar jetë para gati një dekade, Zeria Sitchin, i cili ka turbulluar shumë mendjet e njerëzve në lidhje me krijimin, duke futur faktorin e jashtëtokësorëve ose të atyre që quheshin Anunnaki, ose që ishin sipas tij njerëz të ardhur nga yjet, nga një planet që quhej planeti Nibiru, i cili sipas tij vjen çdo 3600 vjet dhe i afrohet tokës, dhe banorët e saj, jashtëtokësorët, fluturojnë dhe vinë me mjete fluturuese këtu në tokë. Madje teoria e tij është që dhe toka i ka krijuar kushtet jetësore, mbasi është përplasur me këtë planet dhe ujërat e tij kanë erdhur në planetin e tokës, dhe një pjesë e tokës ka një vrim të madhe në oqeanin paqësor dhe në oqeanin Atlantik, sipas përshkrimeve që ka bërë Zeria Sitchin. Para se të fillojmë emisionin, doja të kujtoja të gjithë atyre që nuk hynë në këtu rastësisht, të bëjnë subscribe kanalit tonë, me qëllim që sa herë të kemi ne ndonjë njoftim, sa herë të kemi ndonjë emision, më falni se kisha harruar telefonin, sa herë të kemi në emision, t'ju vi njoftimi, dhe sa herë të hapni YouTube-in pasi t'i jeni bërë subscribe, ju dalin më shpesh video tona. Duhet të bëjmë 10.000 subscribera me gjithë ata miq që kam unë në Facebook dhe në rrjetet tjera sociale. Padyshim që duhet ishim bërë një çik më shpejt 10.000, dhe mendova se do të bëheshin shpejt, por me sa duket shumë njerëz nuk ta japin këtë mundësi, nga ata friendsat e mia atje dhe followersat. Dua të falenderoj ata që janë sponsor të emisionit tonë, të cilët i kemi përzgjedhur nga shumë sponsor të tjerë, si më cilësorët në fushën e prodhimit mallrave apo të ofrimit të shërbimeve kryesisht, dhe juve mjafton të shikoni natyrën e mallrave që kërkoni apo të shërbimeve, menjëherë mund të fusni emrin e kompanisë në Google dhe të merrni gjithë pikat e kontaktit dhe të komunikoni me ta për çdo gjë që jeni të interesuar. Njëkohësisht dua të kujtoj të gjithë ata që duan ta shikojnë me titra në një gjuhë të caktuar emisionin ton, këtë mundësi tashmë YouTube-i e ofron dhe për videot në gjuhën shqip. Mirë, fillojmë me emisionin që sapo ja anonçova temën, Zeria Sitchin dhe përkthimi i gabuar i teksteve sumeriane. Përshkrimet e Anunnakëve apo të jashtëtokësorëve me ato kostumet e këtyre astronautëve të lashtë e kanë burimin në serinë e librave të Zeria Sitchin, Earth Chronicles, që janë një sër librash, dhe siç u thash, Planeti 12 është përkthyer dhe në shqip. Ka kundërshtar sepse kjo është bërë fe më vete, po të pyesësh në Amerikë, janë rreth 36% nga të anketuarit të cilët mendojnë që njerëzit janë krijuar nga alienët këtu në tokë, dhe ka dhe një pjesë të madhe, rreth 45% apo 50% afërsisht, të amerikanëve të intervistuar, të cilët nuk besojnë në versionet e librave fetar mbi origjinën e njerëzimit. Zeria Sitchin ofron një teori që thotë se
çdo 3600 vjet tokës i afrohet një planet që quhet Nibiru, i cili banorët e vet quhen Anunnaki, të cilët janë jashtëtokësor për planetin ton dhe që vjen her pas here sa herë që ky planeti i cili ndodhet përtej planetit Plutonit, sipas teorisë së Sitchinit, dhe afrohet një në 3600 vjet afër tokës, dhe këta me mjete fludurimi kozmik i afrohen dhe zbresin në tokë. Në fillim, sipas teorive të Zerria Sitchinit, njerëzit janë krijuar nga kombinimi i racës së tyre të Elohimëve me primatët apo me ata që quhen Homo erectus, me lloje të ndryshme majmunësh, dhe ka lindur njeriu i sotëm, i cili mendohet që sipas Zerria Sitchinit është krijuar për të përdorur njerëzit për të punuar nëpër minierat e arit në Afrikë, sepse sklevrit e sjell nga Anunnakët nga planeti tyre që quheshin, në mos gaboj, Inanna, punëtorët e ardhur nga planeti Nibiru, nuk ju bindeshin dhe u revoltuan ndaj padronëve të tyre, dhe këta bën një qenie më të bindur që ishte njeriu dhe e shfrytëzuan për punë, për të nxjerrë mineralet e ralla të cilat duheshin në planetin e tyre Nibiru për të hedhur grimcat e arit në atmosferën e largët të planetit Nibiru, fusha e cilit kishte filluar të çaheshe dhe fusha e ozonit, dhe kishte filluar që të ndryshonin këto temperatura dhe të prisheshe klima e planetit të tyre, dhe për këtë ju duheshe një rjet, një vello ari e hedhur që të në vendet ku ozoni kishte vrima dhe të izoloheshe rjeta e qarë. Ky është mendimi i autorit Zerria Sitchin, por ka shumë të tjerë që kundërshtojnë faktet apo mungesën e fakteve që sjell Zerria Sitchin dhe e lidhin këtë me një topsi në interpretim apo dhe fantazi të autorit, madje bën dhe aludime për shkak se autori Zerria Sitchin ka fituar shumë lek nëpërmjet shitjes së librave të tij mbi origjinën e jetës së lashtë dhe e lidhin këtë edhe me aspektet e kapitalizmit. Tashi, do përpiqemi të themi çfarë thon kundërshtarët e Zerrias Sitchinit në lidhje me hipotezat dhe faktet që ai sjell apo me mungesën e fakteve. Anunnakët, në qendër të rrëfimit të Sitchinit, siç ja u thash, janë një grup qenieshan aliene të njohura si Anunnak, dhe me të cilët ai pretendon se ADN-ja e tyre është përzierë me ADN-n e Homo erectus, siç ja u thash, dhe është prodhuar njeriu. Sot këta Anunnak përshkruhen në literaturën e teorisë alienëve të lashtë, që shkurtimisht shkruhet me akronimin AAT, do me thënë Ancient Alien Theory, do me thënë teoria alienëve të lashtë, dhe si ekuivalent shkencor i krijuesit të racës njerëzore, janë përshkruar Anunnakët ashtu siç religionet kanë përshkrime të tjera. Feja, ta quajmë në thonjza e Zerria Sitchinit, përshkruan Anunnakët si zotin e njerëzve. Në fakt, fjala Anunnaki nuk do të thotë ata që erdhën nga qielli, siç e përshkruan në gjuhën sumeriane, sepse arti dhe shkrimi kuneiform i sumerëve të lashtë, të cilët kanë jetuar në Babiloni ose atje ku sot ndodhet Iraku modern, Zerria Sitchin pretendon që fjala Anunnak do të thotë ata që erdhën nga qielli, ndërsa në fakt kundërshtarët e tij thonë, shumë studiues thonë që kjo do të thotë fara princerore ose gjak mbretëror, dhe të gjitha përkthimet moderne post Sitchin, ku bazohen në kjo formë përkthimi,
është e pasakt sipas tyre kundërshtarëve. Kryesisht kundërshtarë të shumë të Sitchinit janë nga studiusit e librave fetar ose dhe njerëz të panshëm që përpiqen të jenë kritik ndaj çdo opinioni të ri që sillet dhe ofrohet, sidomos kur ky opinion merr peshë dhe fillon të mbështetet nga kultura popullore moderne. Studiusit sigurisht janë të lirë të kërkojnë në korpusin e literaturës sumeriane, aty ku është kjo Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, do më thënë literatura sumeriane e korpusit të tekstit elektronik, ose teksti elektronik i korpusit literaturës sumeriane, më mirë, dhe kjo është e botuar nga Oxfordi, që është në vitin 2006, dhe këtu mund të shikohet çdo term që përmendet nga Sitchin në librin e tij dhe mund të shikohet dhe shpjegimi i fjalës përkatëse nëse Sitchin është i saktë apo jo. Nuk e di, regjia e hodhi foton e autorit Sitchin, ja ku është. Ky është Zerria Sitchin, i cili ka vdekur para disa vitesh, ndoshta mund të ketë mbi 10 vjet që ka vdekur, s'më kujtohet tash. Unë kam komunikuar me këtë kur botuam librin Planeti 12, kam komunikuar me stafin e tij dhe ata më dhanë një numër faksi dhe unë komunikova me faks me zotin Sitchin, i cili në fakt më tha dhe që ishte njohur si 12-13 gjuhëve tuaja, nga këto gjuhët e humbura kryesisht ose shumë të vjetra, edhe më tha që jam penduar që s'kam studiuar dhe gjuhën shqipe, tha, sepse dhe gjuha shqipe hyn ke gjuhët e ralla dhe shumë të vjetra. Tashi i lutem regjiste edhe foton tjetër ku janë 4 statuja prej një Aliazhi Bakri, dhe këto datojnë nga në vitin 2130 para erës sonë, pra në mijëvjeçarin e 3 para Krishtit, dhe paraqesin 4 perëndi të lashta të Mesopotamisë, të veshura me disa kurora karakteristike me brirë në kokë, siç i shikoni. Mirë, vazhdojmë. Pas një pranimi nëpërmjet një çudie të madhe që morën librat e Zerrias Sitchinit, i cili ishte një gjuhësh rus i lindjes ashkenazi, i studiuar në Angli dhe që jetonte në Shtetet e Bashkuara, por që punoi shumë me arkeologjinë dhe ka studiuar shumë, sidomos historinë dhe kulturën e lashtë sumeriane, ndoshta kultura më e lashtë që vjen e shkruar nga shumica e historive të popujve të tjerë të botës. Shumë ndjekës të Sitchinit pretendonin se literatura sumeriane i ka paraqitur Anunnakët si një grup qenjesh aliene që zbritën në tokë me mjete fluturuese, me kostume hapësinore, apo me pajisje të tjera të ngjashme si këto që i kemi theksuar dhe më përpara. Por nuk ekziston, thon kundërshtarët e tij, asnjë përshkrim i tillë për Anunnakët në tekstet sumeriane. Përshkrimi më i afërt me këto interpretime është një referencë ndaj Anuna, që është në fakt një perëndi ku janë bashkuar dhe emri An dhe Anu, të cilët janë krijuar në qiell. Ky është kuptimi i fjalës Anuna. Anunnakët nuk janë paraqitur asnjëherë si perëndi hapësinore në artin apo ikonografinë sumeriane, thon kundërshtarët e Sitchinit, dhe simbolet që trashëgimia e Sitchinit ka bërë, që shumë njerëz t'i lidhin me ta, në të vërtetë i referohen perëndive të tjera. Për shembull, disjet me krah dhe gjysmëenët, të cilat janë të përhapura në ikonografinë sumeriane, përfaqësojnë veçse perëndit saktuara të diellit dhe enës, por jo Anunnakët. Regjia, lutem, një foto tjetër ku duket një njeri i veshur me rroba si peshk dhe që përballë kanë një pemë
Dhe mbi to është simboli i diellit i enës dhe në krah janë 7 yje të cilat në krahun e majt të ekranit siç e kemi ne përballë, janë 7 ato gogla si sfera të cilat përfaqësojnë grumbullin e Plejadave, ose djejt të tjerë, 7 djejt të tjerë të cilat ndodhen në sistemin Plejades dhe thuhet që në sistemin Plejades edhe dielli ynë lëviz në të njëjtën fushë bashkë me 6 yje të tjerë, por me rreze të ndryshme lëvizje. Rreth yllit Alkyon që quhet ylli qendror ose Aldobaran që është ylli qendror i sistemit Plejades. Zjarri Sichin krijon atë teorinë e kërkuesve të lashtarit të Anunnakëve, të cilët erdhën në tokë, siç u shpjegova, për të marrë arin. Për shumë lexues do të ishte befasuese kur të mësonin se Sichin nuk afroi kur ndonjë referencë tekstuale nga korpusi sumerian për ta mbështetur këtë teorinë e punëtorëve që kërkonin ar, e cila ka fituar një popularitet të jashtëzakonshëm si histori. Kjo historia e zjarrit Sichinit. Një kërkim për rastet kur përmendet ari në atë që u thash Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, nuk jepet asnjë referencë që të përfshi perëndit të lashta që gërmojnë për ar, sipas kundërshtarëve të zjarrit Sichinit. Në librin Planeti 12, Sichin pretendon se Belnimiki, që është një titull nderues për perëndin Ea ose Enki, duhet përkthyer si zoti i minjerave. Në fakt, në librin Planeti 12 thuhet se Enki dhe Enlili janë 2 djemtë e Anus, mbretit të Anunnakëve, gjithmonë duke pretenduar se përkthehen nga pllakat, transliterohen nga pllakat, domethënë jo vetëm përkthehen, por dhe shpjegohen ose përpiqen ta kuptojnë. Anuja kishte djalë legjitim Enkin, i cili është një dashamirës i njerëzve, dhe Enlilin, i cili ishte një komandant ushtarak i ashpër, i cili thuhet që kishte trupin si peshk dhe nuk i ka dashur njerëzit dhe ka dashur që t'i shkatrojnë në momentin që ata u largohen nga planeti ynë. Madje Sichin bën aludime që dhe Mojsiu, kur është ngjitur në mal në Sinai, ka përcjellë pikërisht largimin e Anunnakëve të Enkit dhe Enlilit, dhe këta funksiononin me një familje me 12 pjesëmarrës në një këshill dhe merrnin vendimet ku ai kryesori që ishte i këtyre ishte Anuja. Sot shpeshherë kur flitet për adhurimin e Zotit dhe të djallit, ata që besojnë këtë teoria e zjarrit Sichinit mendojnë se Zoti është Enki, ndërsa djalli është Enlili, i cili ka ngelur ende në tokë dhe përpiqet ta kontrollojë dhe ta shkatërrojë racën njerëzore, duke bashkëpunuar me një grup të vogël njerëzish të cilëve ju jep teknologjinë më të avancuar për kontrollin e njerëzve dhe për depopullimin e tyre. Në realitet, fjala Ea, që është fjala tjetër e perëndis Enki, lidhet në gjuhën sumeriane me urtësinë, me dijen, dhe përkthimi më i zakonshëm i Belnimikit sipas kundërshtarëve të Sichinit do të thotë jo zot i minjerave, po zot i urtësisë, i dijes. Regjia, ju lutem një foto të Enkit, ja ku është fotoja e Enkit në pllakat sumeriane. Kjo është ajo që quhet vula e Adas. Ndryshe Enki njihet dhe si perëndia Ea, dhe ju thash që
si përkthehet fjala Belnimiki. Korpusi Simerian, sipas kundërshtarëve të zjarrit Sichinit, ne kemi drejt të japim të dy opsionet. Nuk thot askund se krijimi i Adamahut ose i Adamit, njeriu të parë, apo i njerëzimit dhe pasardhëve të tij, u bë që njerëzit të shërbenin si specie sklevërish në minierat e Afrikës për të nxjerrë arë dhe nuk përshkruhet askund në universin sumerian të pllakave të tyre që i keni të aksesueshme dhe në internet, mund të hyni dhe ta kërkoni atë që ja u përmenda pak më lart. Nuk thuhet që një shkencëtar Anunnaki përzjeu ADN aliene me primatët e tokës. Letërsia sumeriane rrëfen qartë historinë e krijimit të njerëzisë në fakt nga perëndit për të ndihmuar në procesin e krijimit. Kur njerëzit u shumuan dhe u bën shumë të zhurmshëm sipas teorive sumeriane, perëndit u zemëruan dhe dërguan një përmbytje të madhe për t'i zhdukur. Sipas shkrimit kuneiform të sumerianëve në pllakat e tyre të argjilta të pjekura, një njeri udhëzua të ndërtonte një anije dhe ai, familja e tij dhe disa kafshë të përzgjedhura u shpëtuan për 7 ditë dhe 7 net rreshjes që sollën në fakt përmbytjen e tokës. Të flasim çik për Nibirun. Sipas Sichinit, qëllimi i nxjerrjes së arit nga toka ishte për të shpëtuar planetin Nibiru, siç u përshkrova dhe më përpara, një planet që ndodhej përtej Plutonit dhe që kalonte në sistemin ton diellor për çdo 3600 vjet. Është një studiues që quhet doktor Michael Heiser, që është profesor doktor në Biblën hebraike dhe në gjuhët e lashta semitike në Universitetin e Wisconsinit në Madison. Ka shkruar një punim për Nibirun, ashtu siç shfaqet realisht kjo fjalë dhe kuptimi i saj në tekstet kuneiforme, duke ndriçuar ky më tepër kontekstin, shumë më tepër kontekstin e vërtet përdorimit të këtij termin në antikitet, duke u mbështetur në punën e disa ekspertëve, përfshirë dhe sumerologun e njohur Benno Landsberger dhe duke përdorur gjithashtu Chicago Assyrian Dictionary, pra fjalorin asirian të Chicagos. Heiser analizoi të gjitha tekstet kuneiforme të njohura që përmendin fjalën Nibiru. Ai zbuloi se termi përdoret vetëm në kontekste astronomike ose hyjnore, duke u referuar 4 gjërave të mundshme. E para, mund të quhet Nibiru vetë planeti Jupiteri, i cili s'afrohet asnjëherë me tokën, planeti Mërkur, ndoshta përveç se Jupiterit, perëndia Marduk, që në fakt është Plutoni, perëndia është planeti Pluton, dhe një ylli tjetër të panjohur. Ndërsa pranohet që kjo shumë kuptimësi e mundshme ka shkaktuar konfuzion tek studiuesit, Heiser, shkencëtari, sumerologu, thotë se një gjë është e sigurt nga këto tekste, Nibiru nuk është identifikuar kur si një planet përtej Plutonit. I lutem regjis një foto të Nibirut, ashtu siç është krijuar në mënyrë artistike. Ky është planeti Nibiru, i cili ujërat e të cilit janë marrë nga toka dhe një pjesë e tokës ndodhet e bashkuar me planetin Nibiru nga një përplasje që ka ndodhur miliarda vjet përpara, 2 ose 3 miliard ose 4 miliard vjet përpara, sipas teorisë së zjarrit Sichinit. Heiseri përmbledh të dhënat për Nibirun nga tekstet e lashta në kundërshtim me Sichinin, në fakt, në 6 pika. 1. Nibiru është një yll. Nibiru, pra një diell. Nibiru është një planet pothuajse gjithmonë identifikuar me Jupiterin, ose ndryshe quhet perëndia Marduk, po ka raste edhe me Mërkurin dhe asnjëherë me ndonjë trup qiellor përtej Plutonit apo planetëve të tjerë të njohur.
Sumerët sipas shkrimeve të tyre njihnin vetëm 5 planet dhe e konsideronin diellin dhe anën si planet gjithashtu, pra 7 planet. Me gjithë Nibirun duhet ishin 8 planet, ndërsa Zarja Sitchin thotë planeti i 12, pra me gjithë diellin dhe anën Sumerët njihnin 11 planete dhe me gjithë Nibirun bëheshin 12 planete. Prandaj thot planeti i 12 dhe ka fjalën në titullin e librit dhe ka fjalën për planetin Nibiru. 4. Nibiru nuk përmendet asnjëherë në ndonjë kontekst me Anunnakët. Në shkrimet sumeriane nuk thuhet asnjëherë se ka qenë apo është i banuar nga qenie të tjera inteligjente. 5. Nibiru përshkruhet si një yll i palëvizshëm në marrëdhënie me yjsit e tjerë, nëse është pjesë e tyre apo thjesht ndodhet afër këtene, nuk e dim, dhe i mban ato në rrugtimin e tyre, por gjithashtu përshkruhet se ndryshon pozicion dhe kryqëzon qiellin her pas here. 6. Nibiru është parë çdo vit, gjë që rrëzon pretendimin e Sitchin për një cikël 3600 vjeçar. Perëndimi i Sitchinit se Sumerët kishin një njohuri të thella mbi sistemin astronomik në lartësi është i papajtueshëm me sistemin e kozmoastronomisë të regjistruar nga vetë Sumerët, edhe pse tekstet e tyre lidhin planet caktuar me ynitë caktuara, kur nuk përmenden më shumë se 7 trupa planetar në shkrimet kuneiforme, duke përfshirë këtu në këtë numër edhe diellin dhe anën. Për shembull, 2 tabelat Mul Apin përshkruajnë lindjen e 36 yjeve të palëvizshëm si dhe rrugët e Afroditës, Jupiterit, Marsit, Saturnit, Mërkurit, Diellit dhe Hënës. Zarja Sitchin përmend shumë dhe bazohet shumë ke ajo që ajo e quan vula cilindrike VA243, e cila është përdorur si një provë, lutem regjisë, të edhe vulën. Kjo është vula VA243, 2000 vjet para Krishtit. Në librin Planeti 12, Sitchin e përmend vulën cilindrike si provë se Sumerët kishin fituar njohuri të thella për sistemin diellor dhe jashtëtokësorët. Kjo vulë është bërë e famshme në gjithë mbështetësit e teorisë Zarja Sitchinit dhe kanë nxitur shumë studiues që të udhëtojnë dhe të vënë ta vizitojnë këtë vulë. Sitchin pretendon se një imazh simbolik në pjesën e sipërmajtas të vulës përfaqëson diellin dhe 11 trupa planetar, duke vërtetuar kështu teorinë e tij të planetit të 12. I lutem ju rris mos e hiq vulën. Imazhi përbëhet nga një rreth qendror i mbyllur brenda një ylli me 6 rreze, siç e shikoni në mes të 2 personave në krahun e majt, është dielli dhe 11 sfera të tjera rreth rrotull që vërtetojnë që ka 12 planet bashkë me diellin. Siç e këton mbajeni figurën aty, dërsa t'ju them unë, siç e këson Heiser, objektet qiellore me 6, 7 ose 8 rreze në artin sumerian përfaqësojnë gjithmonë yjet që janë të ndryshëm nga dielli ynë lokal. Sumerët e përfaqësonin diellin dhe yninë diellore Utu ose Shamshah e quanin sumerianët, me njërin prej 2 simboleve, ose një rreth me 4 krah, siç është svastika, midis të cilave dalin 4 rreze apo val, ose me një disk diellor me shumë flatra. Dhe asnjë nga këto simbole karakteristike sumerianëve nuk shfaqet në vulën që keni përballë VA243. Mirë, largoheni foton juria. Arti sumerian është plot shembuj ku simboli vërtet i diellit shfaqet së bashku me simbolin me 6, 7 ose 8 rreze për yllin që gjendet edhe në vulën VA243 dhe tregon se simbolet për yjet dhe diellin nuk ishin të ndërueshme në kozmologjinë sumeriane.
Është sugjeruar gjithashtu nga kundërshtarët e Zariat siçin se vulava 243 mund të përfaqësojë një skenë ofrimi ndaj një ynie të pjellorisë dhe kjo hipotezë mund të përforcohet nga përkthimi i vulës ku lexon Dupsiga illi i lat shërbëtori yt i tij. Në fakt, këtu ka disa fjalë, illi dhe illat, dhe ne në Shqip kemi fjalën illi, ylli, në veri i thon illi. Ekzistojnë qindra vulat cilindrike të ngjashme me va 243 të njohura si vulat të ofrimit që paraqesin simbolin e yllit me 6-7 ose 8 rreze mbi kokat e ynive për t'i dalluar ato nga njerëzit e tjerë në për imazhe. I lutem ju ris foton tjetër ku ka disa djej në plakat sumeriane. Ylli i shfaqur mbi kokat e ynive që paraqiten këtu në këtë vulë cilindrike babilonase është e periudhës neo-asiriane ose 3000 vjet përpara Krishtit. Pasojat dhe nevoja për të kërkuar të vërtetën. I qeni foton Juria. Pse është e rëndësishme të testohen dhe të studiohen teoritë e Zariat Sitchinit sipas studiuesve të cilët pretendojnë që teoria e Sitchinit, siç e tham, është e pavërtetuar dhe ju bëhet thirrje studiuesve që ashtu për shkak të ndikimit që kjo ka mbi shumë njerëz, të cilët e shikojnë me kuriozitet dhe një pjesë e madhe priren ta besojnë teorinë e tij. Shumë studiues të tjerë thoni që meqense se kjo ka ndikim kaq të madh, ashtu si çdo lloj teorie tjetër që mund të ketë ose dhe mund mos ketë ndikim të madh për momentin, duhet të shikohen me një sy kritik dhe të vjen në dyshim, sidomos kur bëhet fjalë për teoritë që flasin mbi origjinën, që përpiqen të shpjegojnë origjinën e njerëzimit dhe vendin që ne zëmë në kozmos dhe raportet që kemi me botën tjetër përtej tokës. Vepra e Sitchinit së bashku me ato të Erich von Daniken, i cili është një shkrimtar në burimet e cilës ka pirru i Sitchinit përpara Sitchinit, kanë nxitur ngritjen e teorie që sot më tepër, sipas këtyre autorëve, është një industri fitimit sesa një fushë kërkimi. Dhe si një industri që fiton para duke ofruar shpjegime intriguese për origjinën e njeriut, për inxhinerinë gjenetike të lashtë, përmjet cilës sipas teorisë Sitchinit dhe Danikenit është prodhuar njeriu, që flasim për një apokalips i cili ndodh kur sa herë kthehet Nibiru çdo 3600 vjet, që krijojnë një shpresë për shpëtim në të ardhmen, e cila do të vijë kur ekstraterritorialistë, domethënë jashtëtoksor, do të vinë në tokë që ne të na shpëtojnë, dhe që flasim për një lloj të rizotërimi shkencor që janë alienët, për teorinë e astronautit të lashtë, astronaut alien theory, teoria e astronautit të lashtë, pra si quhet me akronimin AAT në gjuhën anglisht. Këto të gjitha, ky këndvështrim sipas teorive të Sitchinit, pra siç u thash, mund të konsiderohen si një fe e cila është duke shtuar shumë i tharët e saj. Studimet e fundit kanë treguar se ka një rënje të besimeve fetare në fet, siç u thash, ka një sondazh në vitin 2014 ku 35% e personave të lindur midis viteve 81 dhe 96 Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë veten pa ndonjë përkatësi fetare dhe 20th Century Fox ka
thënë se gjysma amerikanëve besojnë në ekzistencën e jashtëtokësorëve. Apo ngrihet kjo fere e Sitchinit domethënë teoria e astronautëve të lashtë për të mbushur një boshllëk që po le rënje fesë tradicionale në Perëndim. Ka shumë gjasa që kjo të ndodhë dhe siç mendojnë kundërshtarët e Sitchinit, kjo është një gjë për të ardhur keq pra largimi nga parimet fetare. Sidomos po të kemi parasysh se teoria e ekzistencës së astronautit të lashtë përmban shumë të meta që lidhen ashtu si dhe me fetë tradicionale. Si për shembull, mbështetja për përkthime të gabuara të teksteve të lashta, bazimi mbi fantazitë e autorëve që kanë shkruar këto librat dhe përdorimi i simboleve ynore ose fetare për të promovuar një qëllim përfitimi, pra për arsye të një industrie kapitaliste përfitimin përmjet librave. Pse mendimtarët e lirë, thonë kundërshtarët e Zeheria Sitchinit, nuk vazhdojnë ta shohin me të njëjtin sy kritik këtë teori dhe këtë paradigmë të re që nuk ka ndodhur ky lehtësim pranimi i teorive të vjetra, por të gjitha janë parë me sy kritik dhe janë kundërshtuar në pikat e tyre të dobta. Një tjetër arsye pse kjo teori e Sitchinit duhet parë me një dozë skepticizmi është se ajo është ndëruar në një faktor X universal për të shpjeguar shumë nga misteret reale të së kaluarës së njerëzimit. Sot ekzistojnë versione të ndryshme për teorinë aliene të lashtësisë për çdo lloj audience, pasi alienët bëhen të ndryshëm me engjëj të rënë që flasin librat fetar, me nefilimët dhe kështu me radhë. Si e tillë, ndërhyrja gjenetike e lashtë ose jashtëtoksor të lashtë po përdoren si një çelës për të shpjeguar gjithçka, nga arkeoastronomia, kafkat e zgjatura artificialisht, strukturat megalitike të lashta, të mistershme, për metalurgjinë e avancuar në lashtësi, për mbetjet skeletore të pazakonta me humanin e sotëm dhe çdo gjë tjetër e çuditshme që na kanë lënë nga lashtësia njerëzit e parë. Nevoja për të shkruar për një faktor X është rritur aq shumë sa përfshin pothuajse gjithë historinë dhe çon në anashkalimin e elementit njerëzor real që është, sipas tyre studiosëve kundërshtar të Zeheria Sitchinit, është ai që e krijoi botën e lashtë. Pra, gjithçka është krijuar këtu dhe ashtu siç thonë dhe librat fetar, sipas tyre, dhe gjithçka ka evoluar në një proces të gjatë në miliona vjet këtu në tokë, apo në qindra mijëra vjet. Prandaj, këta autor sugjerojnë që të gjithë ata që ju qasen për të kuptuar misteret e lashtësisë, duhet fillojnë së pari ta kërkojnë përgjigjen këtu në tokë, përpara se ata të shikojnë nga yjet, siç bëri Henrik von Däniken dhe Zeheria Sitchin. Të gjithë ata që se kanë lexuar librin Planeti i 12 dhe që u kuriozuan nga këto kundërshtime të autorit që i bëjnë disa studius, dy emra për të cilëve unë i përmenda, dhe që mu duk e bukur ky diskutim të cilin kisha vite që kërkoja ta bëja me shikuesit dhe me ndjekësit, sidomos të shtëpisë time botuese Helga Sikrit. Erdhi një moment dhe sot, mbi bazën atyre që kisha lexuar, vendosa të bënja këtë emision për të hapur
dy dritare në krah të kundërt. Njëra është dritarja e fesë që ka mira vjet që ekziston, sidomos mbi 2000 vjet feja e Mojsiut dhe me radhë pasaj feja e Krishtit 2000 vjet dhe feja e Islamit 1500 vjet, 1450 vjet dhe fete tjera, budizmi apo fete tjera, taoizmi me radhë, të cilat japin shpjegime të përafërta për krijimin e njeriut dhe për përmbytjen e madhe. Dhe nga ana tjetër është feja e re e krijuar nga Daniken dhe Sitchin mbi krijuesit tanë, të cilat janë qenie të tjera inteligjente dhe jo Zoti. Do me thënë krijesa të tjera të cilat nuk i dim kush i ka bërë, sipas teorisë së Sitchin. I ka bërë Zoti këta Anunnakët apo dhe këta i ka bërë në një alien tjetër me civilizim më të lashtë dhe më të zhvilluar, sipas teorisë që ai shpjegon në marrëdhëniet e Anunnakëve me njerëzit tu në tokë. Para se ta mbyll të bisedë, kërkoj t'ju kujtoj dhe një herë që kush kërkon fjalët e arta që nuk shkruan në karta mund t'i gjej këtu në emisionin ton, në podcastin e Lirisë Okult. Kjo ishte rubrika Okult Kulturë. Mendoj ta mbyllim emisionin për sot duke ju kujtuar që të bëni një subscribe ose subscribe ose abonim shqip në kanalin ton të YouTube-it në Okult. Këta nuk ja u kërkoj dy thundrakve të cilët po kanë hyrtu gabimisht ose hynë me një sy kështu nga gardi për të parë qa bëhet tu, që të kenë ndonjë mundësi të bëjnë ndonjë sharje, ndonjë gjë aty, ndonjë kritikët si të mençur të mëdhenj që janë, të thonë sa është kështu, po është kështu, unë e di se si është, ti nuk e di, këta shkencëtarët që përmend ti nuk e din asnjëri, është kështu siç e them unë. Pra, nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim.